خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فلندرم الله جل شانه صلوات السلام që dërgoj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Vëllezërit e mi, sonte me lenin Allahu xhela shanuhu do të flasim për një temë që është shumë aktuale, do me thonë, që nuk ka njeri që nuk shpëton, do me thonë, nga kjo pikë që do të përmendim. Ajo është hajgarja, apo shakaja që të bojnë njerëzit hajgare, njerëzit dikush bën hajgare edhe me fene Allahu Gjereshanuhu, e dikush bën hajgare me shokët e tij e kështu me radhë. Ne inshallah me lenin Allahu Gjeleshanuhu do të tregojmë, do me thonë, hajgareja apo shakaja dhe edukata e saj në Islam. Nuk bën njeri pa bë hajgare, nuk ka mundësi, do me thonë, me shku jetën pa u tallë pakës, pa bë hajgare pak me shok, e sidomos nëse është një rrugë e gjatë që nuk ka mundësi, do me thonë, apo nuk shkon kurse si, ose koha nuk ec, nuk ka mundësi njeri pa e çu, do me thënë, bilen pak hajgara me bo. Për këtë, këtu i kemi 3 lloj njerëz. Lloji i parë i njerëzve, jetën e çojnë me hajgara. Çdo moment, çdo aspekt mendohen me u tall. Me bo hajgara, veç hajgara. Mundohet çdo hap, çdo fjali që ta fol, me bo hajgare. Kjo është, do me thonë, teprim. Kemi dhojnë e dytë njerëzve që ata nuk kanë dëshirë fare me bo hajgare, hiq. Ti bën hajgare e rrinë serios. Si me hongër turshi. Do me thonë, nuk dëshiron fare me bo hajgare. Edhe kemi dhojnë e tretë që nëjher hajgare, nëjher, do me thonë, rinë serios, e kjo është metoda më e mirë, do me thonë, kjo ka qenë metoda e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kemi hadithe shumëta që na tregojnë, do me thonë, për këtë çështje. Kemi hadithe që edhe sahabët i kanë thënë, ja Rasulullah, ka thënë, ti po bën hajgare me ne? Ka thënë, po. Ka thënë, po unë po bëj hajgare, mirë po e thëmë të vërtetën. Sigura e plaka kur kishte ardhur te pejgamberi alayhis salam, edhe i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, plakat nuk hyn xhenet. Është mërzit. Edhe filloi të shkoj ajo gru, e moshuar, e mërzitur. Masi që e pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ajo gru është mërzita, e nën është mërzit, tha ndalu pak. Tha plaka nuk ka me pas në xhenet. Edhe për një me që ashtu është. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu se nuk do të plakësh në xhenet. Keme me, do me thënë, qatë mosh, do me thënë 33 deri 33 vjeqar, ose vjeqara, do me thënë gjenia femrore. E kështu që nuk ka rej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka thënë të vërtetën, ose ka ardhë edhe i ka thënë dhul jedejnë, o ti që i ke 2 duar, me thënë, ka bëj gara pejgamberi alayhis salam, mirë po, nuk ka rajt, as nuk e ka nënçmu dikon, mirë po tek ne njerëzit sot, mundohen ndoshta edhe me anë të hajgarës me nënçmu.
E dietarët për çdo sen kanë qitë edukat, si edukata e ngrënjes, hajës, pijës, edukata e shkruarje në banjë, do më thënë WC, edukata në xhami, shkruarja në xhami, edukata e diturisë, për çdo sen kanë qitë edukat. Po ashtu edhe hajgareja e ka edukatën e vet. E para ka thonë është hajgareja apo shakaja të mos të jetë me fjalë apo me vepër dhe të mos jetë gënjeshtër. Mos me qenë rënd. Mos me rre, do me thonë ti kur të bësh hajgare. Edhe mos jetë mëkat, gjuna mos bëhet. Ebu Hurajra radiallahu anhu thot, ja Rasulallah, ti po bën hajgare me ne, po talësh me ne nërë, po bën hajgare. Tha pejgamberi a.s. inni la aqulu illa haqqan. Ka thënë unë nuk po e thon vetëm se ajo që është e vërtet. Që ato që ka bë hajgare pejgamberi a.s. që ajo ka qenë e vërtet, që ajo ka qenë realitet. Po ashtu e dyta, kanë thënë dietarët, mos të jetë gënjeshtër, hajgareja mos të jetë gënjeshtër dhe mos të jetë që me poshtru shokin tënd. Sigur dikush për shembull bën hajgare me dikon, mirë po mundohet me nënçmu shokin e tij. Mja ul vlerën atij shokut. Atëherë do të thonë kjo nuk lejohet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë mirë për atë njeri i cili gënjen dhe i çet njerëzit me qesh. Do të thonë unë gënjej raj edhe i çes tjerë me kesh. Ka thënë mirë për atë njeri, mirë për atë njeri, mirë për atë njeri. Do të thonë nuk lejohet me gënjeshtër, do të thonë me nënçmu shokun ton, apo të afërmin ton, apo babën ton, apo nonën ton, apo dajën, apo dikon, që vetëm ti me i qit njerëzit me kesh. E kjo hajgare nuk lejohet. E treta kanë thonë është është një thonjë, do me thonë që kanë thonë innama al-mazahu sibab illa anna sahibahu yadhhak. Ka thonë hajgarja është sharje, me shat dikon, mirë po me atë që po bëhet hajgare, ai po kesh prej zorit. Andaj s'duhet me nënçmu kërkon. E treta kanë thonë dietarët se hajgareja duhet të jetë e butë, e letë të jetë, mos më kanë do me thonë që e nënçmon dikon, ja thënë zemrën dikon, dikujt ja thënë zemrën ja prish, disponimin ja prish, për ty ndoshta do këtë hajgare, mirë po për dikon tjetër nuk do këtë ajo. Ndoshta ti e merr si për hajgare, mirë po ajo për ato nuk është. Sikur me përshkru do me thonë dikon prej muslimanëve me thonë ky e ka këtë cilësi, këtë, ti po e përshkruan. Mirë po ti nanën tjetër po e nënçmon atë njeri. Ai nuk ka dëshirë, nuk ka qef do me thonë ajo mi u bo, apo për me bo hajgare me ta. Është përmend një njeri tek Omeri radiallahu anhu, edhe kam përmend, ka thënë sa buri i mirë kishte me qenë ky njeri, po ta kishte lënë hajgarën. Pse? Se hajgarja e shumët ta ul edhe vlerën. Andaj, s'po thëmë do me thënë më konë shumë ekstrem, do me thënë shumë trept, mos me bo hajgare hiq. Mirë po s'po thëmë edhe më u bo shumë, me toleru do me thënë gjdo sen, gjdo fjali që e flasim ne, me qenë hajgare. Mirë po të rinë mesatarën, sikur që shka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E Omeri radiallahu anhu, kur është përmend, do me thënë ky njeri, ka thënë Omeri sa buri i mirë kishte me qenë, po ta kishte lënë hajgarën. Pse? Ndoshta gjitha cilësit i ka të mira, mirë po e ka një cilësi që Allahu Gjeleshanu ndoshta nuk ja don atë cilësi. Ajo është hajgarja shumë. E katërta kanë thënë dietarët të jetë e kufizuar, hajgareja të jetë e kufizuar, mos del jashtë kufive. Pse? Se nëse del jashtë kufive,
ka mundësi ti edhe mu talë, do me thonë edhe me thene Allahu Gjeleshanuhu, mu talë me ajetet Allahu Gjeleshanuhu, apo me dikon tjetër, me një krijes të Allahu Gjelaluhu. Mirë po, mos me i te i kalu kufit, se të ka dikush të bo hajgare, ja mërë të vlaut vetë 5 euro, edhe thot për hajgare, edhe ati prej marës i thot habe halat kofshin. Mos ja mërë ashtu, ka ndales, mos ja qitë dorën tonë në gjepin e vlaut tonë edhe me thonë valla për hajgare e mora. Pse? Se këtu kemi 2 lloj njerëz. Kemi disa njerëz që bëjnë hajgare, një me ka hajgare, edhe kemi hajna. Kemi hajna të cilët me hajgare ta vjedh parën. Me hajgare ta merr telefonin. A thot sa telefoni mirë qenka, a fal me anë tek ne, edhe ati i vjen marrë dhe ja fal. Mirë pa nuk e ka pas këtë qëdhim. A e ka pas qëdhimin mi a marrë telefonin. A e ka pas qëdhimin me mashtru këtë njeri. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la ya'khudhanna ahadukum asa akhihi la'iban wala jaddan. Ka thënë mos t'ja merr shtagën e dikujt, shkopin e dikujt, dikujt prej vëllezërve tuaj, duke bërë hajgare. As tu kanë serios. Jo me amar ashtu. Wa man akhadha asa akhihi falyarudduha ilayh. E kush ja merr shtagën, do me thonë, atë në t'ja kthen. Po ashtu kanë thënë arabt, mos u bë si hajni si hajnin haxh. Pse? Se njerëzit të bo hajgare e shet, do me thënë, ta marrë unë qëtë telefon, ta qesë në gjep. Si ta kuptojnë këta, thëmë hajgare kom bo. Mirë po, mos e harase këtë njetë, po ta dinë Allahu Gjelaluhu, ti mundesh mu me mashtru, mundesh vllahun tënë me mashtru, mirë po Allahu Gjeleshanuhu, asë si nuk e mashtran. Allahu Gjeleshanuhu ta di njetin tënë se qysh ki dash me marrë këtë. Dhe me thëmë, ta marrin njerun, si të mëzojnë, unë e ndroj njetin, thëmë, kom pas me bëha hajgare, për këtë arsye, kanë ndalu dietarët. Ose për shembull e qëtë në kerin e ti, në makinën e ti e qëtë senin, pa marrë parasysh është telefon, apo është një libër, apo diçka, si të ma shojnë në kerë, thëmë vallaj, kom haru, ose kom bëha hajgare, me pa njerë, a jeni ju të zgjutë. Qërë do me thënë qëfar fetfa vjen prej shejtanit. Dënë me isprovu vllazit e ti. Vetëm e vetëm mos mu poshtru aj. Vetëm e vetëm mos mu zon aj si hajn. Thot, deshta me isprovu juve me pa, a jeni të zgju, apo dini që po ju vjedh dikush, apo jo. E kështu që kjo është ndalume. E pesta kanë thënë dietar që mos të jetë hajgareja, shakaja mos të jetë që me frigu një vlla tanin. Me dhënë kuku për ty, ki me pa, vëtë shkon punë nesër ti. Ki me pa, kena me dalë mitë distrugës dhe komp kena me të thy. Edhe e ta shtutët më njës. Ti pse për e frigon vllaun tanë? Hajgare është, do me thënë, me relaksu, do me thënë njeriun. Pak me bo hajgare, mu në gjallë pak, ndështa dikush është i mërzitu, ndështa dikush i ka vdek dikush, do në mja hek pak mërzin, me në gjallënu pakës, e ti përshkon për e frigon. Ti përshkon edhe për e frigon. Kjo do me thonë është ndalume në thene Allahu Gjelaluhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se njëri prej sahabeve të cilët kanë qenë duke hecur natën, dhe është shu njëri prej shokëve pejgamberit a.s. ka bo hajgare pak. Atër pejgamberi a.s. ka thënë nuk lejohet që dikush me frigu vllaun e ti, si për shembull tash natën me siguri, me dal dikush me çarshaf të bardh, edhe mu mbulu krejt, edhe me dal për shembull një grus pa marr parasysh, ndoshta është shtatzane, para mendo ti çka do bëhet. Ai do ta aborton atë fëmijë. Ose disa të cilët janë çmend. Pse? Ka dalë gjys natës, hiç pa prit. Valla unë desha me bë hajgare, po hajgare ka vendin e vet. Hajgare nuk bëhet kështu. Hajgare ka vendin e vet.
Edhe në qëse dëshirojmë me bë hajgare, bëjmë hajgare në ato kufi, do me thonë, që në ka leju Allahu Gjeleshanuhu, po ashtu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka leju. Mirë po jo me të pru, jo me i te i kalu kufit, se si te i kalojmë kufit, atëher dalim edhe në haram. Atëher ajo hajgare del për një me. Del për një me, edhe keme pas gjina të Allahu Gjeleshanu, do të ndëshkohë është Allahu Gjelaluhu. E gjashta kanë thënë djetartë, hajgare e do me thënë të jetë për me relaksu njeriu. Në qësë është mërzit, qësë i ka vdek nana, baba, qësë ka hup në biznis, ose ja ka shkel, për shembull, kerja ka shkel djalin apo diçka, do me thënë një fatkeci i ka dalë tash mja hek pak mërzin, pak me relaksu atë njeri, e jo me frigu. Se pejgamberi a.s. tham që ban të hajgare, mirë po e thështë të vërtetën. Allahu Gjelaluhu thot, do me thënë në surët Ale Imran, ajeti 159, me thënë kuptimi ajetit, se ti shekon do me thënë një vrash do Muhammed, do me thënë krejt kishin ikë prej teje. As Ebu Bekri s'kishte met, as Omeri s'kishte met, as Othmani s'kishte met, as Jahudia se kishte pranu islamin. Mirë po pejgamberi a.s. ka qenë i but, ka qenë i sjellshëm, ka qenë i edukushëm, e kështu që njerëzit e kanë pranu islamin. Ndoshta kanë dëgju fjalë të këqija, mirë po një neje kur ka net me pejgamberin a.s. njeriu ka ndryshu. Njeriu ka ndryshu, nuk ka net ashtu, nuk i ka pas ato bindje që i ka pas ma herët. E kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bo hajgore. Ka qenë Ibn Sirini, imam i dishëm, i famshëm, djetari i hadithit, kur u bante koha e drekës, shkonte në treg, edhe bante nëherë me tregtar të hajgara. Bante nëherë me tregtar të hajgara, mirë po, ato hajgarat, si mas islami, do me thonë që janë të lejuara, jo mi të i kalu kufit. Mirë po, qka ndodhë të tani? Kreta ta tregtar që në konë aty, kanë shku në ligjerate Ibn Sirini. Pse? Se i ka po, do me thonë që kë njeri afër me njerëz, do me thonë nuk është i vrazht, nuk është i vrazh, nuk është i ashpër me njerëz, është i afër me njerëz, për këtë arsye kanë ardhe dhe kanë prezentu, do me thonë, ligjeratën e këtij. E shtata kanë thonë djetartë, duhet me pas kohën hajgarja. Jo ti, për shembull, ka ndodhur një fatkeqësi e madhe, edhe ti po shkon po bën hajgare me ta. Ai më njerë thotë, zotni, shko, sonë i kon galet e mia. S'është koha për hajgare. Ose po shkosh ti në gjysmë natës. Në gjysmë natës pja prishish njerit ratlëkin. O shtul pe pushu, ndoshta flan, ndoshta don me bën ibadet. Ti në gjysmë natës nuk po zë xhumi ai ta nguci me telefon të bëj hajgare pak. Me thënë, duhet me pas kohën e vet. Duhet me pas kohën e vet. Hajgareja me pas kohën dhe jo me te i kalu, do me thënë, kufit. E ka kohën, jemi taku, jemi të bashk, jemi të barabart, jemi me një vend, atëherë mund është, do me thënë, pak me bë hajgare. Mirë po jo me te i kalu, do me thënë, që me bë hajgare që nuk është në kohën e vetë. E teta është të jetë, do me thënë, hajgareja në vendin e duhur. Në që se flasim për shembull ne për martes, ka mundësi ndoshta dikush e lëshon, do me thënë, e bën pak hajgare, mirë për në që se është, do me thënë, në vendi, koha, do me thënë, gjenazja për shembull, ti përshkojsh aty, do me thënë, edhe po tregojsh barcoleta, edhe po tregojsh vica për shembull, për mi relaksu ata, s'ka nevojë aty. Do me thënë, çdo sendit mi a dhën hakin e vet. Çdo sendit mi a dhën hakin e vet. E kështu që, nëse është vendi, atëherë do me thënë, mundesh me bë hajgare pak, mundesh mi relaksu pak njerëzit, mundesh mi ngjall pak njerëzit, mirë po nëse nuk është koha,
atëherë, çka kime bo? Sigur ka qenë një rast, do me thënë na vetë që jemi konë prezent në darsëm, u konë darsëm, e pe lexon ilahina e Ramadanit për vdekjen. Do me thënë të pas me qesh aty, me bo hajgare pakës, me tregu, a e po shkon pe lexon ilahina e Ramadanit për vdekjen. Do me thënë që shumë konë, do me thënë njerëzit tu, para saj ka pas hajgara, me njerë do me thënë janë mrol njerëzit. E kështu që me pas do me thënë kohën, vendin e duhur. E nënta, me ditë me cilët persona me bo hajgare. Nuk bohet me një doktor shkence, do me thënë ti, pi pastrojsh rrugët aty, e ti përshkojsh me një doktor shkence, edhe po bojsh hajgare. Si për shembull me doktor sheriatit, ose me një hoç që ka famë shumë të naltë, ti po nalesh rrugës edhe po bësh hajgara me të, nuk ban kjo kështu. Mirë po nëse është, do me thonë, mocaniki jot, nëse është, do me thonë, ti e berber edhe ai berber, munësh, ose je do me thonë, je ko me një klasë, hajt, mirë po, ai doktor shkence, ose mjek, ose hoq me famë, ose njëri shkollum, me fakultet, njëri edukum, e ti ala fëmije, ti po bësh hajgara me to, zban. Do me thonë, çdo kush duhet me di, do me thonë, me kënd po bën hajgare. Sahabët jo në kënd, mirë po sahabët s'kan bo me pejgamberin al-Islam hajgare. Mirë po pejgamberi al-Islam ka bo ndonjëherë hajgare me sahabët. Sikur që shka qenë Ebu Umeri, kur i vdish, do me thonë, i ngordhe, apo i cofi, do me thonë, zogu, ban të hajgare, ja, Ebu Umeri, çka boni me ty bylbyli zogi? Me thonë, me gjë do me thonë kohën edhe personat me konë me bo hajgare. Disa nga djetarë do me thonë ka thonë kujdes prej ahmakut. Pse? Sa ahmakut ta thot që aty një fjallë, të më poshtron, ta ullë edhe vlerën që e ki. Për atë arsye kanë thonë kujdes prej ahmakut. Pse? Se ta mshel gojnë që aty për që aty. Ta thot një fjallë edhe ti blokohesh krejt. Për këtë arsye edhe Imam Shafiu rahimahullah ka thënë, çdo herë që kom bë dialog me alimin, me dietarin, çdo herë kom ujt. Mirë po me xahilin, çdo herë më kam ujt. Pse? Sa e thot një fjalë me lidhje, pa lidhje, edhe ta mbyll gojen. S'ke mundësi do me thënë me fol asgjë. Po ashtu edhe me atë mendje lehtin ka thënë se e hub vlerën vetës. Në që se ti doktor, edhe ti tash do me thonë po barazosh me ta, ja, leje. Bën një rafsh edhe largoju prej ti. Edhe fundit është që mos të jetë do me thonë diçka hajgare me fjalë të Allahu Gjeleshanuhu, ose fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose diçka me dispozitat e fesë islame. Do me thonë kjo nuk lejohet mu bo hajgare hiç. Me fjalë të Allahu Gjeleshanuhu, me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose me dispozitat fetare, si për shembull me bo hajgare tash me mbulesën, ose me bo hajgare me mjekër, ose me bo hajgare me diçka do me thonë që është prej dispozitave fetare, që është do me thonë prej fesë islame, ato nuk lejohet me bo hajgare. Pse? Përmend Imam Tabariu rahimahullah se disa prej sahabeve, do me thonë kohët pejgamberit a.s. masi që kanë shku në luftën e Tebukut, disa prej sahabeve kanë bo hajgare. Mirë po ata nuk kanë bo hajgare sikur që shbëjnë tash tek ne. Ata nuk janë tallë sikur të na që shbëjnë hajgare. Mirë po kanë thonë këta shokët e Muhamedit a.s. Adin kanë thënë nuk kena pa, do me thënë barkusha sikur këta, Allah s'kuca do me thënë të hongër veç të pije që shtu me rallë. Allahu Gjelle Gjelaluhu e zbriti miniher, nuk është vanu shumë, miniher ka zbrit ajeti, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Po ti kishe pyet ti, o Muhammed, ata kishin thënë ne kemi bë hajgare. Edhe kanë shku, janë anku apo kanë kërku falje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wallahi ya Rasul Allah, na nuk kena pas qëllim
mu tall me shokët e tu, me ajetet kuranore. Jo, vetëm koha me na kalu se rrugë gjatë, koha me na kalu. Mirë po Allahu Gjeleshanu ka thënë, la ta'tadhiru, mos u arsjetoni, se ju keni bo kufër, masi që keni besu, masi që keni qenë musliman, ju e keni dalë prej fesë. Pse? Se nuk lejohet mu tall me diçka prej fesë Allahu Gjele Gjelaluhu. Andaj, do të kemi kujdes që mos të tallemi me fenë Allahu Gjeleshanuhu, e sidomos, ndoshta dikush mundet me thënë valla unë nuk po tallem, po tash po këta humoristat po tallen. Atëherë do me thënë ato duhesh me ndal, edhe mi këshillu ata tjerë të cilët e ndëgjojnë këto, mi thon mos më ndëgju. Pse? Po ti nëse nuk tallesh, atëherë do me thon ti je i kënaqur me ata që po tallen. Ti po keshish, po qesh me ta, pelshojsh familjarisht, ti, gruaja, nana, baba, vajza, do me thon kret familjarisht po e shikoni ato dhe po talleni. Allahu Gjeleshanu ka thënë, nëse ndroni me xhlisin, nëse nuk e ndroni nejen me xhlisin, atëherë ka thënë ju jeni mëkatar sikur ata. S'punës kom fol, jo ti dosh me ndryshu. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, kush është një të keqe, dhe ta ndryshon do me thënë me dorë. Qëse s'mundohet me dorë, me gjuhë. Qëse s'mundohet me gjuhë, ka thënë me zemër, edhe kjo është dobësia imani më i dopt. Do me thënë, imani më i dopt është me thënë, ja Rab, unë s'jam i kënaqur me këtë. Nëse s'mujsh edhe këto, atëherë çu edhe ndroj me xhlisin. Mos rin atë vend ku tallet me fen e Allahu Gjeleshanuhu, ose me sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose me ndonjë dispozit, si për shembull premja dorës, sheriati Allahu Gjeleshanuhu, ndarja pasurisë, pse ani tek ne, do të thonë, me çdo sen që tallet me dispozitat Allahu Gjeleshanuhu është dalje prej fesë Allahu Gjele Gjelaluhu. Dikush thot po qysh? Ja, shumë lehtë është. Shteti kur po gabon, s'po ta fal. Do me thënë njerë paguje dënimin, tani do me thënë herën tjetër e mëson vetë. Edhe ti njerë mësoj njerë se çka ki bo, çfarë gjesti ki bo, tani kur ta mësojsh, atër do me thënë e kuptoj se qenë ka rrezik. Do me thënë kur e kupton se sa është rrezik mu tall me fenë Allahu Gjele Gjelaluhu, atër nuk tallesh mo, edhe nuk rish në atë vend. Do me thënë ku tallet me Allahun Gjeleshanuhu, ose me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ose me diçka do me thënë prej dispozitave të Allahu Gjele Gjelaluhu. Sheikh Ibn Uthejmini rahmetullah alejhi thot, sa i përket Allahu Gjeleshanuhu edhe shpalljeve të Allahu Gjeleshanuhu, kjo do të respektohet, edhe nuk lejohet dikush që tallet me ta, me qesh me ta, ose mu tall, do me thënë me diçka me ta. Në qovë se e bën këtë, do me thënë ajdel pe dinit Allahu Gjele Gjelaluhu. Ajdel. Pse? Se është tall me krijuesin. Ne nuk jemi as krishter, as budist as jemi, as jahudis jemi që tallemi do me thënë me fen ton. Jo, kjo fe Allahu Gjeleshanuhu është e lehtë. Kush don me hin fe, hyn. Nuk ka dhun fe. Po dush me hin me pranu, bërën. Po s'po dush me pranu, so problem, ose pranon. Na me zor nuk e të bëjmë kërkon musliman, mirë po me zor as nuk e qesim kërkon prej dinit. Mirë po në qëse hishën këtë din, atër me femo nuk ka më bëha hajgare. Jo sikur që është bëjnë krishtert hajgare me motrat e nderit, jo sikur që është bëjnë do me thënë fe tjera, do me thënë apo sekte tjera, do me thënë që është janë, jo, në islam do me thënë, keme thënë vetëm kemi ndëgju edhe kemi me respektu. Qka të vjen prej anës Allahu Gjele Gjelaluhu, ato duhet me ndëgju edhe duhet me respektu. E kështu që këto ishin do me thënë disa pika që kam përmend dietar
për çështjen e hajgarës. Mirë është domethënë që njeriu të kapët edhe trim çdo herë mesatar, jo me tepru shumë, mirë po as jo me shku në më të vështirën. Pse? Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë një njeri i cili ka nejt me njerëz, është përzi me njerëz, po ashtu edhe dietar, bilem edhe sahabët kanë bo hajgare, mirë po nuk i kanë te i kalu kufit. Nuk i kanë te i kalu kufit. Andaj, edhe ne mirë është të kapemi për rrugën e tynve. Ajo që ka qenë mirë, për ato do me thonë do të shpërblehemi. Ajo është do me thonë rruga e xhenetit. Ajo që ka qenë e keqe, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu dhe na ka këshillu që t'i largohemi asaj. Andaj edhe ne nëse dëshirojmë të bëjmë hajgare, ta masin do me thonë me kon jemi duke bë hajgare. Nëse është fëmijë, atëherë mos më bëj si fëmijë. Mirë po nëse është edhe i moshum, ti me bë hajgare me të moshumin, turp është, marrë është me bë hajgare me të moshumin. Ka mundësi ndoshta një fjalë, diçka shumë ma lehtë mja thonë, mirë po me bë hajgare sikur që shpo bëjnë rinia sot, ajo është turp. E lusim Allahun xhela shanuhu që të na mëson fenë ti, do me thonë, ashtu sikur që shdonë Allahu dhe që është në ka spjegu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Lusim Allahun xhela shanuhu që të na forcon në fenë e ti. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي أحبائي خذوا مني سلامي